Po fillimisht mendoj se është absurde që Kosova t'i vendos tarif Shteteve Bashkuara të Amerikës, pra është turp edhe për atë që ka vendos këtë tarif, edhe për atë që ka mirëmbajt këtë tarif, edhe unë mendoj që realisht e ka zënë në befasi, pasi një vendim i tillë është dashur të merret shumë më herët, pra në kohën kur gjithë bota ka folur për tarifat e presidentit Trump, Kosova është dashur ta bëjë para hapin dhe të mos vijmë deri te kjo situatë tepër e pakëndshme. Sa i përket përplasjes facebookiane të përfaqësuesve të qeverisë dhe të përfaqësuesve të presidencës, mendoj që këtu janë të rëndësishme dy aspekte. Aspekti i parë është dhënia e indikacioneve të qarta për raportet jo të mira mes këtyre dy shtyllave të shtetit, por edhe aspekti i dytë është që edhe presidenca edhe qeveria dëshirojnë t'ja bëjnë të njohur opinionit publik për këtë nivel të marrëdhënieve, sepse tashma kanë filluar diskutimet për zgjedhjen e presidentit, edhe mendoj që është e nevojshme edhe nga dy palët që qytetarët të mos zihen në befasi dhe që të ketë një qartësim të plot, kristalizim të raporteve, qofshin të mira, qofshin jo të mira, pasi nuk mund të hyjmë në procesin e zgjedhjes së presidentit apo presidentes së re me një mjegullim sa i përket mundësisë së rikandidimit të presidentes Osmani apo të gjetjes së një kandidature tjetër. Ky diskurs është jashtëzakonisht zhgënjyes, sepse bisedat e tilla, qartësimet e tilla do duhet bëhen në katër sy, ekzistojnë mundësi të zyrtare që të bëhen këto, jo që të ketë një lloj spektakli edhe nëpër media, edhe pra që të zhvendoset fokusi nga raportet normale, zyrtare, institucionale që do t'i duhet të kishin presidenti Osmani dhe kryeministri Kurti, por ky është vullneti i tyre, kjo është çësia e tyre dhe mendoj që është kjo i dobëson të dytë, edhe presidentin Osmani dhe kryeministrin Kurti, pasi tregon një mungesë leadershipi dhe mungesë vullneti për sjellje normale politike.